Më në fund, 2 fëmijë të Liridona Ademajt kanë udhëtuar të shtunën drejt Suedisë. Burimet e sigurta konfirmojnë se shteti suedez tashmë e ka marrë ato nën përkujdesje. Kujtojmë se 2 fëmijët janë shtetas suedez dhe gëzojnë të drejtat të plota. Deri më tani për ngjarjen e rëndë janë arrestuar 4 persona. Naim Orseli, i cili dyshohet se porositi vrasjen e gruas së tij Liridonës, duke i premtuar 30.000 euro granit plavës që ta kryente vrasjen, ndërsa Kushtrim Kokalla dyshohet për marrëveshje për të kryer veprën penale. Vrasje e rëndë. Gjithashtu, ditët e fundit u arrestua edhe Tom Dodaj nga Gjakova, i cili dyshohet se i ka siguruar armën e krimit bashkëshortit të Liridonës, Naim Orselit dhe ekzekutuesit të dyshuar Granit Plavës.